një çështje penale dëmtohet më shumë kur nuk merren provat, pra kur nuk hetohet. Edhe një person, unë njoftu, s'ka rëndësi, e njoftoj një inspektora, e njoftoj një mik, që e hik se ke probleme. Hetimi është më i rëndësishëm se sa hetimi sepse ti se pushohet çështja mbrapa. Pra ti kur e ke hetimin atë se kap sot e kap nesër. Ne po dëgjojmë që një person kërkim nuk është i fortë se sa kur është i lirë. I lirë ai, prandaj mbledhja e provave për mua ka rëndësi shumë të madhe. Dhe te këto operacionet e spagut që vlen të vlerësohet edhe të prokurisë së Tiranës, janë gjetë provat materiale. Qoftë call center janë gjetë njësitë qendrore të kompjuterave, se kjo është e rëndësishme të kapësh provë, që ta lidhësh me IP-n që ka bërë vjedhjen e numrat e tjerë. Dhe marrja e provave është shumë e rëndësishme, se mund ta futesh tjetrin në burg pa provë e liron brava. Kështu që marrja e provave ka prioritet, pavarësisht se mund njoftohet, se ata kanë rrjetin njoftohet, një person kërkim nuk është i soi si të jetë i lirë. Pra fillon kufizime tjeta tjetër dhe herët avon dobin në rrjetën e drejtësisë. Pra nuk është i soi. Kështu që për mendimin tim mbledhja e provave është shumë e rëndësishme, pavarësisht shkojë masë sigurimit, sepse masë sigurimit nuk është masë dënimi që e ka. Unë njoftu të hiki, s'ka problem ti bën hetimin, e çon në mungesë. Sot ose nesër do të arrestohet. S'është masë sigurimit që iguaj, mbaroj puna. Si mbaroj ai? Tu ti ke çështje, ke pronat, ke pasurinë, se pasuria s'merret në krah. Për shembull, pallatin e nuk mund ta marrin krah ta çoj me veten në kërkim, se është pallat mund të konfiskohet, kalojnë në favor të shtetit.